Zonja dhe zotri, për para jush, monologu i viktimizimit. Leta ndjekim. Inshallah më kupton edhe ti mu. Pse unë kom pas ngarkesë të mëdha. Aha. Pse unë më keq. No. S'kom dash ti me kon smut prej meje. S'ke dash ti? Edhe ja, ndodhi. Pa ndodhi pra. Kjo është ashiqare, ndash pranoj, ndash mësa pranoj. Prej meje, krejt e ki. Po prej te e ka, po ti s'ke dash. Por që? Po unë s'kom dash, për qëta unë jem koni ngarkup që s'kom dash me ndodhë që. Po viktimizohet, tashi po viktimizohet, po bën monologje edhe shikojni pak më vëmendje, ka shku tek vendi fiksi i viktimizimit. Se në atë vend edhe vjetë bëshin viktimizimet, aty bëshin. Aty qani njerëzit, ta i vend ku është ullë gjesti tashi. Tashi unë s'kam dash me ndodhë, thot, po ndodhi, thot, prandaj kam qenë i stresum se s'kam dash me ndodhë. Tashi njeriu kur s'do të ndodhë diçka e parandalon, nuk e le me ndodhë, vlla. Dhe tashi nuk është viktima gjesti. Viktima është egli, vlla. Ti gjest je shkaku i kësaj viktime. Ti je shkaku. Ajo prej teje po rrinte, se ta tha 100 herë, dhe ti e nxorre. Nëse kjo ka qenë strategjia jote, bravo të qoftë për me nxjerr reglin. Bravo, të lumt. Ja arrite, por e smura atë vajzën. Po ç'është kjo strategji? Herë kam të dashur, herë se kam të dashur. Pastaj se ç'ndjej diçka, pastaj s'kam valla, s'kam, ë? Nuk është kaq e lehtë. S'është kaq e lehtë Big Brotheri. Edhe bollu viktimizove se nuk ka tu të majtë njeri me zor aty. Hajde, luj si burra tashi.